Përshëndetje të nderuar, mirë se erdhët në një emision të podcastit We Economy dhe sot do flasim për një koncept, një model teknik, një tool shumë interesante që përdoret gjithësisht në psikologji, në ekonomi, në biznes, në leadership, por edhe zhvillimin e juaj personal. Dhe sa më tepër që e kuptojmë këtë lloj koncepti, aq më mirë do të ditë të shpjegojmë disa nga këto fenomene të cilat kanë të bëjnë me bashkëveprimin tonë me njerëzit, apo edhe do një vendim që marrim ne për të blerë një produkt veçantë. Tema e sotshme është dritarja e Gjoharit. Dhe unë së shkurtëzi shumë shpejt ta shpjegoj se çfarë detale e Gjoharit, por sinqerisht dua të them që ky koncept ose ky model apo kjo teknik përdoret gjithësisht në marrëdhënien që kemi në punë, për të shpjeguar dhe fenomenet e një lideri që sillet me punëtorët e vet, apo edhe koncepte politike të një lideri që sillet me anëtarët e vet të partisë politike, por edhe për zhvillimin e juaj personal që ka të bëjë me një lloj eksperiencë që keni patur në një lloj interviste pune, apo edhe një lloj kompanie e cila për një kohë të gjatë mund bëhet vendi punës i juaj ose vendi i dytë i juaj. Ndonjëherë pas një eksperiencë negative, shpesh kjo nuk është mungesë inteligjencë apo aftësie fizike, por kjo është për shkak se nuk kemi vetdijen e dur, nuk kemi ditur për shembull ta kemi ambientin e dur suportiv, mungesën e feedbackut konstruktiv që ka të bëjë ambienti joni që na përkrah neve, qoftë një mik, qoftë një mikesh apo edhe një person i cili mund të jetë mentori jon apo coachi jon, edhe kjo lloj vetdije mund na lënë të bëjmë një lloj eksperiencë negative, dështim apo edhe një vendim të gabuar në jetë, e cila pastaj mund na kushtoj shumë në proceset më të tjeshme. Sot do të flasim për për një teknikë e cila quhet Gjohari Window apo dritarja e Gjoharit, dhe normalisht ka të bëjë me 4 koncepte të dritarjes së Gjoharit. E para është njëherë sa e njohim ne veten tonë, do të thënë e njohim veten tonë, kuadrati i parë, dhe sa të tjerët na njohin neve ose sa ne u mundsojmë atyre që ta njohin. E dyta është sa e njohim ne veten, pjesa e dytë e dritarjes është sa e njohim ne veten dhe sa është e panjohur kjo për të tjerët, do të thënë ka një pjesë të cilën ne e mbajmë vetëm për vete dhe nuk e lejojmë që ta shohin të tjerët. E treta ose kuadrati i tretë është nuk e njohim vetëm, por na shohin të tjerët me një sy të veçantë, me një sy kritik, dhe ne nuk kemi shpesh herë të vetëdijshëm për gjëra që mund të bëjmë, apo edhe flasim apo edhe komunikojmë, por të tjerët i vërejnë lehtësisht. Edhe e katërta është e panjohur për të tjerët dhe e panjohur për veten. Okej, dhe shkojmë shpejt ta shpjegojmë domethënë dritarjen e Gjoharit. Gjohari përndryshe është një koncept, teknikë e cila lindi nga 2 psikologë në vitin 1955 që quhen Joseph Luft dhe Harrington Ingham. Dhe bashkimi i këtyre 2 emrave, Joel and Harry ose Joseph and Harrington, e solli dritarjen e Gjoharit. Secila pjesë ose pjesë e dritarjes përfaqëson edhe një herë pjesën, domethënë ato që njohim ne për veten, edhe ato që nuk njohim, por edhe ato që i lejmë të tjerët na njohin, edhe gjëra që cilat i mbajmë vetëm për vete dhe nuk lejojmë as edhe një lloj mundësie që ato të kenë akses, për shkak se atëherë bëhemi më fragile, më të ndihshëm, ose edhe mund të lëndohemi nga diçka e cila mund të dinë të tjerët për ndonjë veprim ose aktivitet apo edhe eksperiencë të cilën ne e kemi e quajmë apo e quajmë negative, apo edhe diçka me cilën nuk mburemi shumë. Kjo lloj modeli përdoret gjithsesi në konsulencë, përdoret në ekonomi, përdoret leadership, përdoret në coaching koncepte, edhe është një tool apo një teknik apo një model shumë i fuqishëm, të cilat patjetër që ato që na dëgjojnë sot mund ta përdorin për veten e vet, por edhe menaxherët mund ta përdorin për punonjësit e vet, por edhe partitë politike mund të përdorin, ose liderët politik mund ta përdorin për ndjekësit e vet apo edhe për anëtarët e partive politike. Shkojmë një herë nga pjesa e parë. Kuadrati i parë është, domethënë, edhe një herë çfarë njohim ne për veten, edhe aksesin gjërat të cilat i njohin të tjerët për ne. Domethënë, këto janë të gjitha përndryshe ky kuadrat quhet zona publike apo zona e hapur, edhe kjo është pjesë e karakterit, është mënyra se si ne komunikojmë, mënyra e asaj që quhet cilësi e karakteristikave tona, apo edhe personalitetin jon. Pjesa publike pse? Sepse ne të gjithë këto i mirëpresim edhe i themi të gjithëve njerëzve që të kenë qasje në këtë informacion publik tonin, edhe këto janë gjëra të cilat ne mburimi me to. Nga gjëra private, për shembull mund të jetë një ditëlindje, një festë të cilën ne e komunikojmë me shok dhe shoqe në 4 sy në një kafe, apo edhe në rrjetet sociale. Mund të jetë një fitore e vogël personale në një hobi që kemi patur ne, ngjitjen e një mali të madh apo edhe një turnamenti
sportiv apo edhe një lloj ngjarje që mburjeni ju me një arritje profesionale, certifikat fundit apo edhe një arritje promovim në vendin e punës, dhe të gjithë këto ju i shpallni në për mediat sociale apo edhe të tregoni miqve të tyre, sepse kjo ka të bëjë me marrëdhëniet e juaja që krijoni me njerëzit e afërt të juaj. Kjo quhet sfera publike apo sfera e hapur, sepse ju i mundsoni njerëzve të afërt të juaj të futen në këtë sferë, prandaj quhet publike, sepse ju i mirëprisni këta njerëz të ndëgjojnë, të lexojnë dhe të shohin për ju diçka që ju u aveni në qasje dhe në paqe që këto informacione të jenë të ndara me publikun. Shpeshherë njerëzit lidhen kur ju jeni më të qiltër, më të hapur me publikun, edhe njerëzit shpesh nuk kërkojnë nga ju përsosmëri, por kërkojnë autenticitet, kërkojnë origjinalitet. Edhe shembulli kryesor i cili bie në mendje mua është Oprah Winfrey, është udhëheqëse ose moderatorja e madhe zezake, e cila nuk është lidhur me dhe fama e saj botërore nuk është për shkak të brendit apo temit të saj, por mënyra se si ka komunikuar ajo me publikun e vet, duke treguar të gjitha sfidat personale që ka patur, vashmëri që ka patur, probleme që ka patur në martesë, dhunën që ka përjetuar në martesë, kështu me radhë, domethënë ajo ka bërë që ky lloj informacioni t'i hapur i saj petrën e saj private i ka dhënë qasje publikut që ta shef edhe pjesën tjetër të fytyrës publike, e cila shpeshherë nuk tregohet në televizor apo nuk mund ta shikoni në emisionet e saj me të ftuar, por duhet të shikoni prapa perdes. Edhe kjo lloj qasje publike ka bërë këtë person më të afër, më të ëmbël me publikun, edhe i ka dhënë një shtytje të madhe asaj që quhet brand personal apo popularitet që ka Oprah Winfrey, se sot kushton miliarda euro brendi i saj, e cila ka të bëjë pastaj me krijimin e programeve universitare në South Africa, në Afrikën e Jugut, apo edhe ndihmën që ajo jep për komunitetet në nevojë. Domethënë pjesa publike edhe një herë thashë pjesa autentike, njerëzit duan ta shohin pjesën e qartë të juaj dhe gjithçka që ju postoni, ju tregoni në për takimet sociale apo edhe në rrjetet sociale tregojnë që ju jepni qasje një audiencë të madhe njerëzish për pjesët publike. Këtu janë thashë edhe një herë të gjitha arritjet e juaja, të gjitha sfidat e juaja të cilat kanë rezultuar me sukses, të gjitha sukseset e juaja me të cilat ju mbureni, por edhe festa private të cilat ju i shpallni apo i postoni në rrjetet sociale nëpërmjet fotografive, edhe i jepni njerëzve të tjerë qasje publikut për ta parë këtë fytyrë të juaj publike, të cilën ju e projektoni si imazh në publik. Edhe në kompani dhe në ekonomi, kjo ka pak a shumë rëndësi të madhe, edhe po ju jap dy shembuj. Imagjinojeni nëse keni dy lloj menaxherësh, dy lloj profile menaxherësh. I pari është njeri i cili është i hapur me punonjësit, i qiltër, i kërkon feedback konstruktiv nga punonjësit, i pranon gabimet edhe është transparent për punën që bën, edhe kërkon nga punonjësit ose të personat të cilat janë poshtë tij apo poshtë saj të japi një lloj feedbacku për performancën e tij si menaxher apo si një lider të një kompanie. Dhe i dyti është person që është i mbyllur, nuk pranon komunikim, nuk është i rëndë në komunikim, nuk pranon feedback konstruktiv dhe nuk i pranon ti njoh dështimet e tij apo të saj. Taj cilën nga këto menaxher do ta prapëlqeni ju? I pari në ekonomi e quajmë lider transformativ apo menaxher transformativ, i cili është menaxher i gjeneratës tre të menaxherëve, të cilat janë të vetëdijshëm se njerëzit nuk janë të përsosur, janë origjinal në veten e vet, por motivojnë punonjësit duke patur një qasje më transparente, një komunikim më të hapur, duke dhënë kritik, por duke marrë kritik. Nësa i dyti është, ne i quajmë lider transaksional, personat të cilat janë të lidhur vetëm për transakcioni. Transakcioni mund të jetë monetar, por mund të jetë diçka më e vogël se ajo, domethënë ti du të vish në ora 8 në punë, edhe në momentin që ti vjen e kryen transakcionin, edhe unë në fund në ora 4 ta mas produktivitetin tanë, duke patur interakcion shumë të vogël apo edhe komunikim shumë të vogël brenda këtij 8 orëshi e pune. Këto janë një menaxher më të vjetër në kuptimin ekonomik të fjalës, por
Ne në ekonominë e dijes, në ekonominë që sot jetojmë, në ekonominë e inovacioneve dhe të njohurisë, pra pëlqej më të kemi një model menaxherësh transformativ, njerëz të cilat janë shumë të afërt me punonjësit edhe pranojnë gjithçka që ato thuan në një lloj sistemi që quhet zhvillimi i performancës të menaxherave. Edhe pranojnë feedbackun nga publiku apo edhe nga punonjësit me qëllim që të përmirësohet edhe menaxhmenti i tij apo i saj. Okej, kjo pjesa e parë quhet sfera publike dhe një herë sfera publike është informacion të cilat ne jemi të hapur, jemi të prirur të ta shpallim, ta tregojmë me publikun, qoftë në përndeja private, qoftë në kompani, qoftë në parti, qoftë në rrjetet sociale, ndërkohë që i japim qasje edhe personave të tjerë të na ndjekin ose të na shohin këtë lloj fytyrë të këtij imazhi që ne projektojmë. Dritarja e dytë apo kuadrati i dytë i kësaj është të gjitha karakteristika që ne njohim për veten, jemi përvetëdijshëm që i kemi këto karakteristika, mirë po nuk i lejmë janë pa njohura për të tjerë, domethënë nuk u japim qasje të tjerëve që të futen në këtë lloj sfere, edhe kjo quhet pjesa e verbëre jona dhe shpesh ne ndonjëherë kur komunikojmë me të tjerë nuk kemi të vetëdijshëm për gjuhën e trupit. Domethënë çdo hangje thonjsh të cilën ne e bëjmë nga nervoza, duke i hangër thonjt ose duke hangër gishtat, kjo tregon nervozizëm edhe vetëm kur na e vën pah dikush, atëherë ne bëhemi të vetëdijshëm që e kemi këtë lloj sjellje apo këtë lloj gjuhë të trupit. Lëvizjet e pamatura me këmbë kur kemi në intervista tregon nervozizëm, por ne e bëjmë për shkak se në mënyrë automatike e proceson truri jonë dhe nuk kemi vetëdijshëm që bëjmë këtë lloj sjellje apo këtë lloj gjuhë trupit, vetëm atëherë kur na vën dikush në dije që ne lëvizim këmbët në mënyrë të automatike, atëherë ne bëhemi të vetëdijshëm për këtë lloj gjuhë të trupit të cilat ne përcjellim. Prekja e flokës në mënyrë autentike kur lexoni ndonjëherë tregon se ju i bëni disa veprime të cilat mbase nuk jeni të vetëdijshëm, prandaj quhet pjesa e verbër, nuk jeni të vetëdijshëm për gjërat që i bëni, vetëm atëherë kur të tjerët na i vënë në dieni, atëherë ne vetëdijsohemi dhe themi okay, mbase kjo është diçka e cila unë komunikoj. Le të marrim një shembull në botën ekonomike, kjo është Elon Musk, njeriu më inovator dhe më kreativ i globit, i cili sot mund të konsiderohet si gjeni i ekonomisë tre, inovator kryesor, vizionar për produkte që ka bërë, por për të cilat njerëzit e tij në kompani, në Tesla, thonë që ka një komunikim të ashpër, është agresiv ndonjëherë, edhe ka një komunikim ekstrem i cili është with me, ose me mua ose kundër mua, my way or highway, dhe me thonë, ose duhet ti bindesh për shkak të karakterit të keq që ka, trënd që ka, apo edhe të kryesh konflikte. Kjo mbase ai nuk e ka të vetëdijshme komunikimin dhe shpesh punonjësit e tij kanë vënë në dije që ky lloj komunikimi apo ky lloj pjesë e karakterit të tij mund ta vënë në problematikë të gjithë mirëqenien e kompanisë vete. Por ajo që dua të them është që nëpërmjet këtij komunikimi njerëzit shpesh krijojnë konflikte me njerëzit, krijojnë frikë, pasiguri, të tension. Dhe shpeshherë këtë lloj tensioni mund të krijojë pastaj përçarje edhe shpeshherë punonjësit e një kompanie krijojnë edhe startup-e të reja, pastaj të cilat bën pjesë e konkurrencës të kompanisë origjinale ku ata kanë punuar. Çfarë duhet bëjmë ne? Ne normalisht si menaxher i kësaj ekonomie, që quhet ekonomia ose modeli i 4, ekonomia e bazuar në dije, ne sot duhet krijojmë në një kompani e cila e mirëpret feedbackun apo krijon një lloj performancë vjetore të punës të punonjësve, por edhe performancën e vetë të menaxherit apo të liderit të asaj kompanie. Në një ambient ku ju krijoni mentor, coacha, edhe persona të cilat do e ndihmojnë punonjësit e ri apo punonjësit poshtë teje që mund të përparojnë në karrierë, kjo është një ambient i cili njerëzit kanë qejf dhe kanë dëshirë të punojnë më gjatë te kjo kompani. Por një ambient i cili sot nuk e mirëpret inovacionin, nuk e mirëpret kritikën konstruktive apo kritikën e mirëfillt, ky krijon një lloj pasigurie, një ambient me tensione dhe një ambient i cili është i bazuar mbi të drejtën e një personi i cili shpesh sjell kapital apo është kryetar apo menaxher i asaj kompanie, edhe poshtë tij të gjithë ato do t'i bindin kësaj lloj fiale të menaxherit. Kjo pastaj ka reperkusione ndaja për kompaninë, prandaj sot se kemi brenda në Maqedoni të cilat janë
kanë mbi 30 vjet të vjetra, sepse shpesh ne kemi produkt inovativ cilësor, mirë po ambienti menda kompanisë është i tensionuar dhe njerëzit pastaj largohen pas një kohe të shkurtër në këtë kompani. Sot në ekonominë e dijes, kur kapitali dhe teknologjia nuk janë më problem janë njerëzit, sot ne konkurrojmë me dijet, me kompetencat, me shkallësitë e këtyre njerëzve. Nëse përpara 40 viteve ka qenë problem kapitali, për shkak se bankat ose s'kishte banka dhe mënyra alternative për marrjen e kapitalit, edhe pastaj pas 20 viteve u bë problem teknologjia, kishe kapital, po s'kishte maqinë për ta realizuar një lloj ideje, apo edhe për të qenë më produktiv, apo edhe optimizimin e produkteve tua në një kompani. Tani kur këto të dyja nuk janë më problem, bëhet problem njeriu. Sot ne konkurrojmë jo me produkte, por konkurrojmë me mendje të njerëzve, me shkallësitë e këtyre njerëzve dhe shumë industri sot kanë problem kapitali njerëzor, nuk kanë njerëz, qoftë në sasi, qoftë në cilësi, edhe pastaj kjo pjesa e verbër e menaxherëve të cilat ato nuk janë vetëdijshëm për ambientin që krijojnë kompani bëhet shumë e rëndësishme. Sot do duhet krijoni një lloj modeli ku kompanitë, ku punonjësi do të ketë mentor, do të ketë coach, do të ketë një ambient ku lirisht mund të shpreh mendimin e vet, të jep mendime inovative dhe mendime kreative për do një lloj përmirësimi të një lloj procesi apo të një lloj produkti. Shpesh herë kjo pjesë e verbër i bën njerëzit to be stuck in the middle, të jenë të ngujitur me një pikë dhe mos i lëvizën përpara progresin apo edhe zhvillimin e vet. Shpesh kur e kam pyetur Michael Jordan pse je kaq i suksesshëm, sepse në jetë kam patur gjithmonë mentorët edhe coachat të cilët kanë krijuar një ambient të zhvilloj talentin tim dhe të kem progres në karrierë. Kur edhe një i madh si Michael Jordan e ka vënë pa krijimin e këtij lloji ambienti suportiv, atë çfarë ngelen për njerëzit të cilët sapo fillojnë karrierë, apo edhe kanë një lloj të themi një lloj nevoje që dikush t'i shtyjë apo t'i jep informacione të dur apo t'i mentoroj në krijimin e asaj që quhet performancë personale e njerëzve. Pjesa kuadrati i tretë është nuk e njoh veten, por e njoh janë të njohur për të qertë, për nuk e njoh veten. Kjo është pjesa e fshehtë kur ne e mbajmë si sirtar i madh ku i mbajmë të fshehta të gjitha frikrat, komplekset të cilat ne i kemi, pasiguritë të cilat i kemi, emocionet nga eksperiencat të duhura, specifike që kemi patur, apo edhe ide, apo edhe të themi probleme personale të cilat i mbajmë të fshehura nga publiku, sepse momentin kur ne ato i ekspozojmë ato lloj probleme, kemi mundësi që mos ndjehemi të ndjeshëm apo mos të ndomi nga kjo marrëdhënie një informacion i fshehtë. Kjo mund të jetë diçka personale që ka të bëjë me jetën e juaj personale, por mund të jetë profesionale. Për shembull, mosnjohja e gjuhës angleze në një moshë më të thyrë apo mosnjohja e punës me kompjutera mund t'ju bëjë juve që mos e tregoni në CV-n tuaj apo mos ja tregoni dikujt të cili është miku juaj apo mikesha juaj apo edhe kolegu të punës, sepse kur ju e tregoni këtë lloj frike, kur e tregoni këtë lloj fshehtësie, keni frikë nga paragjykimet, nga mendimet negative që mund të kenë njerëzit, edhe pastaj të rezultojë me dështim karriera juaj, edhe prandaj ne i mbajmë të kyçur është thellë në këtë lloj sirtari, edhe këto janë pjesa e fshehtë jona. A kemi ne fshehtësira? Po, plot kemi, i mbajmë të fshehta edhe nga persona shumë të afërt tonë, duke filluar nga partneri jonë jetësor, deri tek kolegët e punës, deri tek personat të cilat janë publik, edhe ato nuk i tregojmë edhe njerëz sepse nuk duam që të ekspozohemi nga paragjykimet e njerëzve të cilat ndonjëherë mund ta përdorin të informacionit tonë që quhet i fshehtë, dhe të na sulmojnë në karakteristikat tona të cilat ne kemi frikë të ekspozojmë edhe një herë. Në një ambient pune, kjo lloj fshehtësie mund të duket si mungesë idees, kreativitetit, sepse kompania mund të mos jetë welcoming, mirëpres këto lloj ide dhe kreativitet që ka punonjësi dhe thjesht duhet të ndiqni proceset e punës, që shpesh kanë të bëjnë me kohën e punës, por ndërkohë që ju duhet silleni në bazë të rregullave të cilat i përcakton kompania. Edhe kjo lloj pjesa
e fshet, zakonisht njerëzit e mbajnë për vete, por në qoftë se në krahasim me tre dritare që është shumë e madhe, atëherë problemi është i madh sepse njerëzit ju perceptojnë si njeri i cili ka probleme psikologjike ose njeri i cili ka pasiguria psikologjike dhe nuk mund ta shpreh talentin e vet dhe potencialin e vet ekonomik. Në Google ka një iniciativë që quhet Psychological Safety, edhe njerëz ose psikologjia e sigurt, e cila Google për shembull në për seminare të ndryshme i çon njerëzit të kenë një lloj sigurie psikologjike të vetën dhe të tregojnë të gjitha idetë që kanë për vendin e punës apo edhe për ndonjë proces të caktuar me qëllim që mos ketë asnjë reperkusion ideja që ato japin. Shpesh Google ka edhe një model tjetër të cilat i përapëlqejnë për ato persona të cilat nuk i ndjekin rregullat administrative dhe birokratike të kompanisë. Google u jep para dhe që dalin jashtë kompanisë të krijojnë një startup dhe ta testojnë idenë apo inovacionin e tyre në një ambient tjetër që është më i vogël në koncept, mirë po Google u jep edhe fondet, edhe paratë të cilat ato ju duhet për ta testuar të ide, me qëllim për ta parë që kjo ideja ka potencial të zhvillohet një lloj produkt komercial të madh, sepse idetë e këtyre njerëzve pengohen kur bëhet fjalë për një konglomerat më të madh administrativ dhe burokratik, edhe prandaj nxjerren nga kompania që me qëllim që ta testoj këtë në një ambient më të vogël, ku nuk ka frikë nga paragjykimi, nuk ka frikë nga dhënia e idesë, por është një ambient më i ngushtë, më i sigurt psikologjik. Por Google është shumë larg neve, mirë po ne do duhet krijojmë disa praktika të tona të cilat do i mundojmë të tregojmë njerëzve që mos kenë fshehtësira, mos kenë pasigurira dhe të tregojnë të gjitha potencialin që kanë, sepse dhe një idetë më kreative dalin nga njerëzit, jo nga produktet. Pjesa e pestë e jona është nuk e njohim as ne për veten tonë që e kemi, por edhe pa njohur për të tjerët, kjo quhet pjesa e errët. Këto janë të gjitha potencialet, aftësitë dhe karakteristikat apo dimensionet vetes tonë që asnjëherë nuk kemi qenë të vetëdijshëm që i kemi, por për momentin kur ne ballafaqohemi me këto lloj sende, atëherë na pëlqen apo mendojmë që mund ta shfrytëzojmë këtë potencial që e kemi. Këtu ka mund të bëj për shembull nga gjëra personale, për shembull kur shkoni në hiking në natyrë, për herë të parë dilni me shokët edhe e shikoni si diçka që mund ta bëni çdo javë, sepse keni krijuar një lloj dashurie të madhe për natyrën, në momentin kur jeni ballafaqur me këtë lloj hobi që keni ju. Mund të jetë diçka profesionale, momentin kur ka dalur kompjuteri, ndoshta keni patur frikë të shtypni ato shkronjat e tastier, dhe kur me kalimin e kohës kur e shikoni çfarë potenciali dhe produktiviteti mund të ketë tek ju, atëherë ju e përdorni atë dhe tani është pjesë e jetës së ju përditshme dhe profesionale. Inteligjenca artificiale është po ashtu, njerëzit ndonjëherë nuk ballafaqohen, nuk duan ta dinë se çfarë potenciali ka, por momentin kur e krijojnë, kur e shohin, kur e prekin se çfarë lloj potenciali mund të bëjë për profesionin e tyre, ato më tepër janë të prirur që ta përdorin si pjesë të vete. Do të thënë kjo është pjesa e errët, momentin kur ju ballafaqoheni me këtë lloj ideje, atëherë domethënë mund ta pëlqeni apo mund ta flakni të qetë sepse nuk ju pëlqen diçka të cilën për herë të parë përdorni. Tash edhe mund të jetë hobi, mund të jetë një sport, të cilën për herë të parë luani, mund të jetë tenisi për shembull, për herë të parë kapni një raket në dorë. Në momentin kur e kapni, mund të shikoni që keni talent dhe pastaj ta diun mund ta bëni pjesë të jetës tuaj profesionale apo edhe hobit të juaj. Drejt pjesa profesionale, do një tool, do një diçka të cilën ju nuk e keni patur më herët, por pasi e keni parë që ekziston kjo lloj modeli, atëherë kjo bëhet pjesë përbërëse e zhvillimit të profesional. Pse na duhet Gjohari? Gjohari na duhet sepse na njeh të shohim sjelljen tonë, psikologjinë tonë edhe mënyrën se si ne komunikojmë me të tjerët. Shumë e rëndësishme sepse në ekonomi sot ne kur blejmë një produkt apo edhe në marrëdhënie me njerëzit, zakonisht përpara janë njohur disa koncepte më arkaike dhe tradicionale, tani ka që quhet behavioral economics apo ekonomia e sjelljes. Njerëzit sa më tepër kur blejnë informacion, kur blejnë një produkt, më tepër përapëlqejnë të priren nga një lloj emocioni apo nga një lloj sjellje që kanë patur, edhe zakonisht kompanitë e mëdha duke filluar nga Amazoni apo Netflixi, tani i masin sjelljet e personave me qëllim që për t'i ofruar se çfarë lloj produktesh tjera ka. Kur ju shikoni një film në Netflixi e përditësoni
mundëson përmbajtjen e asaj faqes të juaj në Netflix, të atij accountit të juaj, mbi bazën e çfarë lloj tematike të filmave shikoni, çfarë lloj gjuhë shikoni, të nesërmen gjithmonë do keni atë lloj kontenti të cilën ju keni kërkuar të shikoni në bazë të search historisë të juaj që keni bërë në Netflix. Njësoj është me Facebookun, në momentin kur ju vendosni ose kërkoni një produkt të cilin doni ta bleni në Facebook, Facebooku pastaj në bazë të kësaj informacioni që merr nga ju, tregon se çfarë lloj produktesh alternative kanë treg, për qëllim që për ta plotësuar nevojën që keni ju në treg. Edhe ashtu është Amazoni, kur bleni libra, kur bleni produkte elektronike, të nesërmen shikoni përmbajtje të përditësuar të asaj portali për produkte alternative të cilat i ka vetë platforma dhe ju mund t'ju parapëlqej në base nuk i keni ditur më herët. Dua të them që ekonomia e sjelljes apo ekonomia e motivacionit e bën ta kuptoj kompaninë jo mbi parimet tradicionale të çmimit, të produktit, karakteristikat e produktit, domethënë mund të jetë paketimi apo mund të jetë cilësia e produktit, promocioni, shpërndarja apo edhe vetë shiqja, po tani futet edhe një hap më tepër, sjellja, motivimi i njerëzve, çfarë shtyj një person të blejë një produkt veçantë, apo edhe pse janë këto preferenca të këtij personi, edhe mundohet kompania ta kuptojë motivacionin e këtyre njerëzve, ta kuptojë identitetin që ka ky person, edhe ndjenjën e fuqisë që kanë nëpërmjet breveve që bën. Edhe zakonisht ju kur kërkoni këto lloj produkte apo interakcionin që keni me publikun, kompania e merr si sjelljen e juaj, preferencat e juaja për muzikë apo për letërsi apo edhe për produkte elektronike, edhe plotëson këtë lloj nevoje duke u dhënë përmbajtje të kompanive të cilat reklamohen tek Facebooku. Edhe një herë reklamat e këtyre kompanive shesin familje, shesin kujtime, shesin eksperjenca, emociona dhe festa, edhe sot blerja nuk është bërë vetëm thjesht komerciale, por është diçka e cila ka të bëjë me pjesën psikologjike, emocionale të juajën. Edhe një herë për ta mbyllur këtë, drejtaja Gjoaj nuk është vetëm një teori psikologjike, ajo ka të bëjë t'ju ndihmon juve për ta parë si funksiononi ju vis-a-vis njerëzve të tjerë, marrëdhëniet me këto njerëz në punë, në parti edhe një herë, apo edhe në biznes, apo edhe në blerjen e motive dhe komunikimin që keni ju me kompaninë apo edhe me vendin e punës. Edhe njerë, sepse këto dritarja e Gjohajt na tregon se sa më tepër që kuptojmë veten, aq më mirë mund t'i kuptojmë njerëzit, por pa mos e njohur veten ne nuk mund t'i kuptojmë të tjerët. Edhe në përfund na tregon është një model i mirë për ta parë se si duhet të udhëheqim, se si duhet të komunikojmë, edhe si duhet të ndërtojmë ekipe me besim të lartë në një kompani e cila bazohet tek njerëzit. Miru pashim deri tek seria e ardhshme apo programi i ardhshëm i Economy. Mos harroni ta bëni subscribe e ta ndiqni, sepse çdo lloj ndjekje juaj është një lloj përkrahje e madhe për ne për të vazhduar më të qenë me temat e tjera të ekonomisë. Mirupafshim.